Selin Bollati u shpat fitues e edicionit të këtij viti të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Një fitore që erdhi pas një rrugtimi plot emocione, debate dhe dashuri, duke kthyer atë në një nga personazhet më të pëlqyera të formatit. Por ndërsa vëmendja e publikut ishte te festa e madhe dhe emocionet e fitores, ajo që e bëri vërtet lajm ishte ajo që ndodhi në rrjetet sociale. Brenda 2 netëve, suksesi i saj nuk përfundoi te çmimi i madh, por shpërtheu në Instagram duke dëshmuar se dashuria e publikut është e palëkundur edhe pas fikjes së kamerave. Nëse do të hidhim një sy profilit të saj në finale, do të shihnjë një numër solid për 193.000 ndjekësish, një numër tashmë i lartë për një personazh televiziv, por që nuk mundi bë debat tsunamit të popularitetit pas shpalljes fituese. Vetëm 2 ditë më pas, numri i ndjekësve të saj ka kapërcyer çdo pritshmëri, duke arritur në 237.000. Bëhet fjalë për një rritje marramëndse prej 44.000 ndjekësish të rinj vetëm në 48 orë. Ky nuk është thjesht një numër në një ekran, është një tregues i qartë se Selina e ka pushtuar zemrën e publikut shqiptar, i cili po e ndjek dhe po e mbështet edhe jashtë shtëpisë së famshme. Një sukses i merituar për një vajzë që tregoi dinitet dhe forcë gjatë gjithë lojës dhe ku u tregua mjaft e palëkundur për 120 ditë me radhë. Ju si mendoni? E meritoi Selin fitoren? Lini komentin tuaj poshtë videos. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.